Është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shiko kur ka me flajt, apo ka thonë kush na ruan namazin, do më thonë i ka marrë sebepet, shkaqet për muqun sa vaj ka marrë. Jo se dikush bjen flan, nuk qofsha, edhe pejgamberi ka ik sabaj atë. Këti ik që 2 herë ik sabaj edhe pejgamberi ka ik sabaj. Ati për 23 vjet një herë ka ik sabaj atë. Apo edhe çfarë rrethana, raskapitje maksimale në rrugë, pa ujë, pa gjumë, normalisht edhe kjo ka qenë pjesë përbërëse e mësimit se kur na ik çka me bona. Për çata Allah ka bëu me ik sabaj që më na mëson neve. Po nuk duhet kjo me kon traditë jona. Mi ik sabaj atë. Shiko, as ka thon kush po na run mos po na vron kush, është gëtin. As ka kush po na run mos po na hanë gjarë, po këto janë gjë të tjera. Kush po na run namazin, Allah, se kjo është më kryesori atë. Andaj me këtë na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çështja më madhore në jetën tënde është kush? Namazi, Allah. Namazi. Njerëzit mas pak ti fat keq kujdesin për namazin atë. Kudo që kimë shku, shikoj namazin që bën atë. Kimë shku në rrugë, a nxën namazin? Apo kena munal këtu, a shkua namazin që të fal namazin? Krejt rregulloj me namaz. Bëne mësohu që në jetën tënde orientim në kohë ta kesh namazin. Orientim në kohë ta kesh namazin, jo ditën e natën, namazin. Pe marrim këtu, po rrim këtu, po shkojmë atje, po punojmë këtu, gjitha këtu, mirë, po rregulloj kohën me namaz. Dhe shikoni të vëllezër, ashabëve nuk ka ik namazin me qef. Gjumë. Andaj kur i ka thonë pejgamberi sa Bilalit, në atlan ti me rujt. Çfarë tha Bilali? Tha ja Rasulullah, çaj që të ka shti ty në gjumë edhe unë ka shti çaj në gjumë. Allahu xhallahu ala, edhe çfarë njëri jam. Edhe unë flajta si ju çfarë të mëzoni gjumë. Andaj shikon çfarë thona, thënë ka qenë dieti ashabëve kur janë quajtur. Ka unë tash të do të me lakët gjuna pëta. E kanë kuptu gjuna shumë madh. Shikoj dëshirën ose edukatën edhe kulturën e ashabëve që kur të bëjnë ndonjë shim fe me kënd gatshëm me pagu me gjithçka. Sot i thosh dikujt, ke gjuna që ke bëti, apo kështu e pendimi. Ja Allah, s'u më bëj. Ti elhamna që ka rrugë dalë me Allah pëta. Ti paramendon me bëni gjuna edhe s'ka rrugë dalë. Ta është prit, ata falë ç'a bëhet, s'di ç'a bëhet. Aty ku ka rrugë dalë është nimet. Ku na ka ballo rrugë dalë për gjuna, na gabojmë, Allah ka nënë se ke gabu, që kjo rrugë dalë. Duhet me koni gatshëm me pagu gjithçka, elhamna që ka rrugë dalë. Sikurse kur dikush smurret apo njerëzit i kshurin parët, a ka ilaçe vëllai, bën hajr. Apo parët vinë shkojnë. Ose kur ndodh ndonjë tërmet, kur kush nuk e kshyr, çau urxue, çau prish. A ka humbje njerëz, ka. Bëhen tjerat, njerëz bëhet. Apo nga se elhamdulillah, ajo kryesoria ka mjet atë. Andaj edhe çështë e fesë, kur të gabojmë, Allahu ka bërë rrugdalje, ka bërë zgjidhje. Po duhet të keni gatshëm e pagu ato që ka kërkuar Allahu xhallahu ala. Andaj subhanallah, një sabah për një orë ju ka ik, shikoj çfarë derti. Ana falet tash, e çka bëhet? E çka më thon aty në muslimanë që ju ik sabahi me vite të tëra atë. E dreka, madje po ju ik xumaja, apo edhe hajr inshallah, inshallah punë jem, tash sa më bë. Subhanallah, asyni si livrit për mërzis se i kejk namazëve. Këta njerët në rrugën kënë të latë, i kanë zonë gjumbi 100% të arsujetun, që ka qëfar gale. Andaj vëllai nderuar, ti i ri nderuar, bëne gale namazën, bëne dert namazën. Apo? Kejt kohën orientoje me namaz, punë orientoje me namaz, nga se obligimi ma madhur në jetën tënde, mas besimit është namazit. Mas besimit në Allah nuk ka obligim më madhur se namazit. Andaj, shiko sa i një musat sabah, alhamdulillah. Të gjithë, apo, mas bajramit, që të jem, që sa i silëm na. Sa do të mbetin me falë sabahin? Inshallah të gjithë e falë sabahin, gjithmonë. E drekën, e ikindin, e akshamën, e acin, kur mos me ilonë mapën. Nga se